Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të njihemi me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer me musafirët në studio. Kryetarja e Partisë Alternativa Mimoza Kusari Lila ka thënë se lideri i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentës Vjosa Osmani për takim të enjtën. Ajo pas dështimit të 15 të zgjedhjes së trupit të legjislativit, tha se takimin e ftuar nga Osmani ndaj liderëve të partive parlamentare për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë duhet të diskutohet konstituimi i kuvendit e jo që zyra e të parës së vendit të përdoret për marrëveshje politike. Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike. Ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Formatin e takimit e ka caktuar presidentja dhe në atë format besoj që ka ftuar drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar të cilët nuk kanë në kryetar të kuvendit, në këtë rast Aleanca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë, por që është shumë e rëndësishme të dihet roli dhe funksioni i secilit. Unë nuk e di pse prapë po e ritheksoj cili është misioni atyre që vinë edhe nuk marrin pjesë në votim. Për arsye se vota për kundër dhe abstenim është votë e cila është e përcaktuar qartë me gjykim gjykatës. Duke folur për dërgimin në kushtetuese të ndryshimit në mënyrën së votimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, Kusari Lila tha se mënyra se si ishte shkruar kërkesa nga Aleanca për Armërinë e Kosovës ishte e tillë që mund të mos jetë e pranueshme nga kushtetuesja. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as në përpjekjen e 15. Tentimi i radhës së lëvizjes së Vetëvendosje për të formuar komisionin për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit nuk mori përsëri mbështetjen e partive të tjera politike. Seanca u ndërprer dhe vazhdimi i saj do të mbahet më 15 maj në orën 10:30. Paraprakesh në nisje të seancës, deputetët mbajtën 1 minutë heshtje në nderim të 44 vjetorit të rënies së dëshmorëve Tahir dhe Nebi Meha. Për këtë veprim sërish nuk u ngritën në këmbë deputetët nga radhët e listës sërbe. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari sërish ftoi partitë politike për të propozuar emrat e kandidatëve për komision ad hoc për votim të fshehtë, por kësaj thirrje nuk ju përgjigjën pozitivisht partitë e tjera. Pro votimit të komisionit për votim të fshehtë të kryekuvendarit votuan 56 deputet dhe 1 vot kundër dhe asnjë abstenim. 56 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum, shihemi më 15 maj në orën 10:30. Ju faleminderit. Konstituimi i kuvendit ka ngecur pasi lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Partitë që deri më tash ishin në opozit po kërkojnë tjetër kandidat, pasi sipas tyre Albulena Haxhiu është emër i papranueshëm. Kryetari i Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj ka deklaruar se partitë politike duke dashur t'i ikin përgjegjësisë, po kërkojnë që t'i zgjedhin problemet e tyre tek gjykata kushtetuese. Limaj pas dështimit për të 15-ën herë të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës ka thënë se çështja e kuvendit është çështje politike dhe jo e gjykatës. Është çështje tërësisht politike, është gjykuar kjo çështje. Dhe kjo mënyrë, unë besoj është me ikë përgjithësi se partitë politike dhe me kërku t'i kushtetë me zgjidhë problemet e tyre. Ne jemi të zgjedhën nga populli, nga qytetarët e Kosovës me bot, do të ketë guxim politik. Çdo vendim politik ka kosto politike. Dhe duhet të lanë anësh kalkulimet ditore momentale elektorale ku ta diun. Dhe të ulem edhe të bëhet hapi
Micës është një propozim që duhet trajtuar, po besoj që ai propozim duhet të konkretizohet, duhet të ftohen, si më thamë, propozuesi duhet filloj të iniciativën të shoh edhe të bëhet përpjekje për të realizuar edhe atë ide. Ai tha se të gjithë të marrin përgjegjësinë dhe të vinë drejt formimit të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se në takimin e ftuar nga presidenti Vjosa Osmani me partitë parlamentare do të kërkojnë reflektim nga lëvizja vetëvendosje për ndryrimin e kandidatit për kryetar të kuvendit, si zgjidhje e krizës politike dhe hapje rrugës për formimin e institucioneve të reja. Pas dështimit për hir të 15 të konstituimit të kuvendit të martën, Krasniqi tha se insistimi i Albin Kurtit për ta zgjedhur Albulena Haxhiun kryeparlamentare për kundër që e njëjta ka dështuar disa herë radhazi, është i pakuptimt dhe po e mban peng vendin. Megjithatë, ai tha se shpreson që takimi me presidentin Osmani të rezultojë me një rrugë përpara për daljen nga kriza. Ky insistim i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptimt dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk i ka numrat për shumicën parlamentare. Unë megjithatë si kryetari i PD-s do të vazhdoj të insistoj për një çështje bllokuese. Ne kemi dhënë propozimet tona jo vetëm për ndryrimin e kandidatit, kemi propozuar edhe shkuarjen para për qeverinë e partive të opozitës dhe më vjen mirë që edhe presidenti Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për thirrur një takim të gjitha partive politike, për çka shpresoj se të gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shprehë jo vetëm opinionet tona, por për të pas një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdalje nga kriza. Krahas kësaj, duke folur për propozimin e LDK-s për një qeveri gjithëpërfshirëse, ai tha se lëvizja vetëvendosje e ka refuzuar të njëjtën dhe se i njëjti ka rënë në ujë.